Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Për të 5-ën ditë radhazi, qytetarë të ndryshëm janë mbledhur në sheshin 18 shtatori në Gjirokastër për të protestuar ndaj varfërisë, mungesës së mundësive ekonomike dhe largimit masiv të rinjve nga qyteti. Dita e 5 e protestës në Gjirokastër në sheshin 18 shtatori ngriti zërin kundër varfërisë dhe bregtisjes. Për të 5-ën ditë radhazi, qytetarë të ndryshëm janë mbledhur në sheshin 18 shtatori në Gjirokastër për të protestuar ndaj varfërisë, mungesës së mundësive ekonomike dhe largimit masiv të rinjve nga qyteti. Edhe pse numri i pjesëmarrësve nuk ka qenë i madh, mesazhi i tyre mbetet i qartë. Gjirokastra po zbrazet dhe problemet e qytetarëve po mbeten pasivja. Ata thonë se vit pas viti po përballen me rritje të kostos së jetesës, mungesë vendesh pune dhe investime të pakta që krijojnë zhvillim real. Sipas tyre, shumë të rinj nuk shohin asnjë perspektivë në qytet dhe zgjedhin emigrimin si rrugën e vetme për të ndërtuar të ardhmen. Një vazhdim i situatës në terren tregon se shumë lagje vijojnë të përballen me probleme të ndryshme infrastrukturore, mungesë shërbimesh dhe investime që mbeten vetëm në premtime. Protestuesit theksojnë se nuk po ngrenë zërin vetëm për çështje ekonomike, por për një sër padrejtisht që sipas tyre ka ndikuar në largimin e banorëve dhe humbjen e shpresës te komuniteti. Ata kërkojnë më shumë vëmendje ndaj problemeve reale të qytetit, politika që nxisin punësimin dhe masa konkrete për të frenuar emigrimin e të rinjve. Kundër të gjitha padrejtësive që janë bërë të rinjve këtë periudhë, politikë bërje këtyre 35 vjet. Të gjithë të rinjt kanë dalë në këtë hap. Të vinë këtu, në gjësë duan të vinë, të rinë dhe ata të venë atë dhe ujësjelësi. E kanalizime për hapën e përse. Kemi vetëm patronazhist, që i kanë futur në fora në për ujësjelës në kanalizime, ku di unë që nëjë putin, edhe ndajnë e roga di unë dysh, edhe i duket dhe sigur jetojnë në mbi jetesë totale. Ne nuk kemi intelektual, se universiteti mbaroj, ne nuk kemi mjek, se spitali mbaroj, ne nuk kemi asnjë gjë, nuk kemi as shepa repartesh, as uzina, as fabrika, as hiç gjë. Kë presin ne të na dalë këtu? Ta pensionistët që porin atje, ata kanë mbaruar punë, nuk ju duhet me gjë për Shqipërinë. Ata fëmijët ju kanë ikur, një përbesa nuk i njohin, edhe kur ju vinë nuk din gjuhën e tyre, nuk din shtyp klasit. Shumë njerëz mua nuk është se më trëm shumë, sepse do me thënë mjafton të jetë një sy atyre pamjeve të djeshme në Tiranë dhe vetë kuptohet, do me thënë që ka akoma në Shqipëri. Dhe Shqipëria nuk është vetëm Gjirokastra dhe e pas bën ata në Tiranë kur duan të ngrihen. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Në disa zona të Gjirokastës, qytetarët të denoncojnë largimin ose mungesën e koshave të veturinave, një situatë që sipas tyre po krijon vështirësi në menaxhimin e mbetjeve dhe po ndikon drejtpërdrejt në pasardhësinë e qytetit. Ku thuhet se në lagje më parë kishte pika grumullimi, sot koshat mungojnë ose janë reduktuar. Sipas saj, veturinat shpesh përfundojnë anë rrugës, në përrejnë apo në zona të hapura, duke krijuar jo vetëm dotje vizuale, por dhe rrezik për shëndetin publik. Problemi i mbetjeve nuk është i ri në Gjirokastër, pak më parë banorët ngritën shqetësimin se prej në qytet po shndrohen në vendet e pozitive me duke rritur rrezikun e ndotjes dhe përhapjes së insekteve përgjatë sezonit të verës. Pyetja që lind është nëse heqja e koshave është pjesë një riorganizimi të shërbimit apo pasojë e mungesës së mirëmbajtjes dhe zvendësimit të tyre. Deri më tani, qytetarët thonë se nuk kanë marrë shpjegime të qarta, ndërsa akoma janë detyruar të përshkruajnë distanca për të gjetur një vend ku të hedhin veturinat. Niveli i kredive me probleme ka pësuar një rënje në muajin prill të këtij viti, sipas dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Më konkretisht, rezulton se huat me probleme zbritën në 3.75% në prill nga 3.85% që ishin në mars, duke rezultuar një ndër nivelet më të ulta gjatë viteve të fundit. Ky tregues ka shënuar një më shumë rënje vjetore, derisa në muajin prill të vitit 2025 ishte në vlerat 4.03% referuar shifrave zyrtare. Nga ana tjetër, një herë dhënat konfirmojnë dhe surin
e mirë të sektorit bankar, i cili për shkak të qëndrueshmërisë së raportit të kredive me probleme ka dhënë më shumë hua për ekonominë. Zgjerimi i huadhënies së re është mbështetur kryesisht nga bizneset, si për investima ashtu edhe për zgjerim. Kreditë e reja për korporatat jo financiare private arritën në 20.55 miliard lek në shkurt nga 17.75 miliard lek një vit më parë, apo gati rreth 16% më shumë. Në muajt e parë të këtij viti, historia e raportit të kredive me probleme ka qenë luhatshme, por ka qenë në vlerat e 3.85%, ndryshe nga viti 2025 që ka regjistruar vlera deri në 4.37%, kjo sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme përgjatë këtij viti ka rritur ndjeshëm rreziqet inflacioniste, situatë e cila do të jetë evidente në vendin tonë për sa kohë që edhe konflikti do të vijojë. Avion të jetë një nga motorët më të fortë të ekonomisë shqiptare edhe përgjatë këtij viti, si për flukset turistike, një herëzit e për të ardhura që injektohen në ekonomi prej tyre, sipas të dhënave të fundit të bilancit të pagesave të Bankës së Shqipërisë. Përgjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, turistët kanë shpenzuar rreth 1 miliard euro në Shqipëri. Krahasuar me të njëjtin vit të 2025, të ardhurat janë rritur me rreth 8%, ndërsa në raport me vitin 2024 me rreth 20%. Referuar të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore, bilanci neto i turizmit mbeti pozitiv me 362.9 milion euro, duke u rritur me afër 23% krahasuar me 3 muajin e parë të 2025. Në total, shërbimet e udhëtimit kanë përfaqësuar rreth 62% të hyrjeve valutore nga eksporti i shërbimeve dhe rreth 75% të shpenzimeve të kësaj kategorie, duke mbetur komponenti dominues i bilancit tregtar në shërbime. Këto të dhëna tregojnë njëherëzi se Shqipëria po konsolidohet si një destinacion që tërheq më shumë vizitorë, jo vetëm gjatë sezonit veror, por ndoshta edhe në periudhat të tjera të vitit. Edhe pse shqiptarët gjithnjë më shumë shpenzojnë për udhëtime jashtë vendit, të ardhurat që gjenerohen nga turistët e huaj mbeten pozitive. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.